Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi me mua Tirona Lilin për t'ju dhënë lajmet më të fundit, sqarimet e këtyre lajmeve dhe mbi të gjitha për t'i thënë Eglit të lumt, sepse din të menaxhosh situatën që të jesh e para në mediat roz. Po ta shikoni se sa super fuqi të madhe ka marrë Egli, domethënë duke u komentuar, duke u folur për jetën e saj, duke u folur për privatësinë e saj, duke u folur për jetën profesionale deri tek familja, domethënë është bërë super mega hiti i të gjithë vitit në popullin shqiptar. Domethënë të gjithë duan të dinë se çfarë po bën Egli, ku po shkon Egli, çfarë po han Egli, ku po han Egli, çfarë po pin, ku po e pin, si po e pin, domethënë duan të dinë çdo detaj. Dita e djeshme ishte një ditë që në fakt defokusoi krejtësisht publikun. Ishte një fotografi që bëri namin. Egli Tako postoi një fotografi nga Hotel Garden në Prishtinë. Është një super hotel i bukur që në fakt ju bë reklama më e mirë e mundshme hotelit nga zbulimet që fansat i bën. Egli provokoi me këtë fotografinë. Domethënë nxori këtë fotografinë edhe i gjithë populli me njëherë filluan të hulumtojnë, të flasin, çfarë po ndodhen, pse Egli në Prishtinë tashmë, çfarë po bën në Kosovë, çfarë do bëhet me Eglin, si do vazhdojnë gjërat. Egli Tako në Prishtinë mund të ketë ardhur për shumë arsye, sepse ka shumë projekte për të mbyllur, ju e dini shumë bukur. Egli do cilën shumë këngë të reja, do cilën shumë klipe fantastike, domethënë është thënë që ka bërë një kontratë të re me 360 Music. Në anën tjetër Egli poston video nga SBS kompania muzikore, domethënë publiku është në një lëmsh të madh që nuk e kuptojnë se çfarë po bëhet. Dhe unë jam shumë i bindur që këngët të cilat do t'i nxjerrën Egli në vazhdim do ta dëshmojnë se me kë kompani përfundimisht Egli ka bërë bashkëpunim, ose Egli mund të përzgjedhën që karrierën e saj t'ua beson të gjithë kompanive shqiptare dhe të bashkëpunon me të gjitha, por gjithsesi në mënyrë reciproke, respektivisht, Egli mbylli bashkëpunimin me Fifin në rrugtimin e saj artistik. Domethënë nënkupton që dhe me SBS-in. Ditën e djeshme, nga të gjitha informacione që kam marrur unë, thuhet që fotografia nuk është e bërë ditën e djeshme, por që nga një fotografi më hershme, domethënë 2 ditë më parë, edhe Egli e ka postuar dje. Tani, ose e bën këtë gjën për të humbur gjurmët, që publiku të fokusohet te kjo pjesa edhe ta kenë fokusin tek Hotel Garden, dhe mos e kuptojnë se ku po shkon Egli dhe çfarë po bën Egli, ose ekziston ndonjë formë tjetër që Egli me kastile i bën këto gjërat që paparazzi të aktivizohet edhe të përndjek Eglin se nga po shkon, si çfarë po bën dhe si vepron. Domethënë kjo është një pikë pyetje shumë e madhe. Gjithsesi Egli dukeshte që ishte shumë e lumtur. Domethënë Egli ka realizuar projekte, ka realizuar famë, ka realizuar karrierën e saj tashmë, por Hotel Garden ishte hoteli që ditën e djeshme bëri namin. Tani dua të marr mendimin tuaj. Çfarë ka shtyr Egli që të shkojë në Hotel Garden? Çfarë po ndodh? Pse ka përzgjedhur pikërisht Hotel Garden dhe pse në Prishtinë? Për çfarë arsye ka ardhur? Dhe mos harrojmë që ka vënë edhe unazën në gisht.